E para, kam thënë edhe në ditë më herët, ka qenë definitivisht një proces që është dashur me i përgëzu qytetarët për realizimin e tij, për formën e sjelljes. Definitivisht qytetarët e Republikës Kosovës në Ballkan, mirë po edhe me gjanë janë model për procesin e votimit edhe për procesin e zgjedhjeve, sepse ka qenë një proces që do i marrë lakmi gjithsekush. Ka qenë një proces që ka shkuar mbar, ka shkuar pa telashe, pa probleme, larga ato disa probleme teknike për disa vonesa në qendrat e hapjes, që në qendrat e votimit për hapjen e tyre në kohë. Mirë po ato nuk është që kanë dëmtu procesin. Frika edhe problemi ka filluar në momentin kur komplet procesi ka kaluar në duart e institucioneve, që në kushte normale duhet të ishte e kundërta. Ne mund të pritnim ndonjë problem nga qytetarët, mirë po jo nga institucionet të cilët janë të thirrura që procesi të jetë të shkoj në rrugë të dur dhe të jetë i mbarvajtur jashtëzakonisht mirë, sepse fundja është vetmja punë dhe vetmja angazhimi atyre institucione, sepse janë krijuar për diçka të tillë, janë krijuar për mbarvajtjen e një procesi. Në arsyetimin që mund të ndodhin probleme kësaj radhe në sa i përket organizimit nuk mund të merret parasysh ai arsyetim, sepse kanë pasur kohë të mjaftueshme, është era parë pas prej fillimit të realizimit të zgjedhjeve të procesit zgjedhor në Kosovë, që ne kemi një mandat që ka përfunduar deri në fund dhe KQZ-ja ka pas institucioni i organizimit të zgjedhjeve ka pas kohë të mjaftueshme. Mirë po këtu jemi të shmitarë edhe disa reforma të cilat janë përmend më herët që po ndodhin në sa i përket aspektit zgjedhor në Kosovë, ligjit mbi zgjedhjet, kemi parë që ato janë, e kemi thënë edhe më herët, mirë po tash është dëshmuar që është diçka e tillë, që ato reforma janë vetëm kozmetike dhe nuk janë reforma përmbajtësore, sepse fundja vetëm sa kanë kompliku procesin dhe nuk e kanë bërë të kundërtën, gjë që reformat zakonisht bëhen për me thjeshtësu procesin dhe për me pas rezultate më të mira dhe më të shpejta. Unë kam frikën që ne përmes institucioneve tona po e dëmtojmë një proces i cili ka qenë jashtëzakonisht mirë i realizuar prej qytetarëve. Qytetarët fundja kanë dhënë verdiktin e tyre dhe kanë dhënë fjalën e tyre, kanë treguar se kush potencialisht duhet i pri institucioneve dhe kush e ka të drejtën dhe obligimin fundja, sepse vota për një parti politike është një varë për krijimin e institucioneve, sepse fundja për këtë dhe kanë votuar qytetarët e Republikës Kosovës. Unë shpresoj që më në fund do të përfundoj ky proces dhe nuk do i japim një hije të zezë sot që është krijuar një përshtypje jo e mirë për fazat e më të tjeshme të procesit, sepse më së paku ka faj qytetari në këtë fazën e dytë, them pas votimit, ky fillimi i numërimit qoftë për kandidat, qoftë për parti politike, madje edhe këto votat e mërgatës, po e shohim që po zgjasin jashtëzakonisht shumë. Për mu është, them, jo e drejtë dhe habitshme, në qoftë se arsyetimi i përfaqësuesve të KQZ-s do të ishte që kemi pas problem, prap nuk do të merret si arsye, mirë po kur po i shoh disa deklarata të përfaqësuesve të partive politike në KQZ që jemi brenda fatave kohore, po i bie që planifikimi i tyre për zgjatjen e një procesi ka qenë i tillë. Ata kanë planifikuar qysh në fillim që procesi do zgjatë thuajse 1 muaj ose edhe më shumë. E në qoftë se ky planifikim ka qenë i tyre, atëherë problemi nuk është në proces, por problemi është në personat që e kanë planifikuar procesin. E kjo definitivisht është e dhëmshme, sepse është edhe turpshme në vitet që po jetojmë, në kohën e inteligjencës artificiale, ne diskutojmë, ato kemi personat mjaftueshëm për numërim të vota ose jo. Ne duhet të bëjmë në momentin e parë që konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës, do duhet ata deputet që janë ato, sepse fundja është edhe për të mirën e tyre. Ata deputet e kanë për obligim, qoftë ligjor, qoftë edhe moral, që të bëjnë reforma në ligjin për KQZ dhe të bëjnë reforma qoftë në jo vetëm në aspektin sipërfaqësor, mirë, po të kemi reforma përmbajtësore në mënyrë që ato të ndikojnë drejt për drejt në marrjen e rezultateve më të shpejta dhe më të sakta. Tek pjesa e parë, tek pjesa e dytë, tek çështja e numrit votave dhe edhe këtij trendit i cili po shkon për partitë politike, unë besoj që do të ketë një ndryshim pak të trendit prej votave në përfaqësi diplomatike, sepse fundja edhe partitë politike tjera në opozitë kësaj radhe në këto zgjedhje kanë dhënë disa kandidat nga mërgata, që po besoj edhe puna e tyre do të filloj të vrejet në momentin e numërimit të votave me postë, cilat janë thuajse dikon afër 63.000, 64.000 vota.
Dhe në qoftë se ndryshon ai trend mirë, po mund të kemi rritje të numrit të deputetëve për lëvizjen vetëvendosje, shkaku që po shihet që vetëm në qoftë se përsëritet ky trendi i mbrëmshëm që ka qenë ajo mbi 40%, unë besoj që do të rritë lëvizjen vetëvendosje. Mirë po për mua absurde janë edhe disa deklarime të partive politike sa i përket koalicionet mundshëm, mirë po ose do e vazhdojmë pastaj ose që në mënyrë që të mos zgjatem rreth kësaj. Po, Shëndra, faleminderit. Ndërkaq realimi e përmendëm pak a shumë u diskutua dhe kjo çështja e nisëm duhet ndalem këtu, a mund ndikoj kjo edhe në besueshmërinë e qytetarëve ndaj institucioneve për